Një shaka e thjesht me letër higjienike përfundon në tragjedi për mësuesi nga Georgia. Një mësuesi një shkolle të mesme në Georgia u godit aksidentalisht dhe gjeti vdekjen jashtë shtëpisë së tij kur një shaka me letër higjienike kryer nga nxënësit e tij shkoi tmerrsisht keq, thanë zyrtarët. Johnson, 40 vjeç, doli nga shtëpia e tij për të befasuar nxënësit që po hidhnin letra higjienike mbi një pemë si pjesë e një shakaje. Por ai u pengua dhe ra në tokë. Dhe ra në tokë që ishte e rrëshqitshme nga shiu dhe ndërsa nxënësit përpiqeshin të largoheshin nga vendi i ngjarjes me dy makina të ndara, ai u godit pa dashje nga shoferi njërës prej makinave, tha policia. Nxënësi që po drejtonte makinën është akuzuar për vrasje me automjet, por familja mësuesit thotë që dëshiron që akuzat të hiqen. Në një deklarat për New York Times, Laura, gruaja e profesorit, e cila është gjithashtu instruktore në të njëjtën shkollë të mesme, tha se burri i saj ishte i dashur nga nxënësit. Ajo tha se ai e dinte për shakan dhe ishte i emocionuar dhe priste t'i kapte ata në flagrancë. Shoferi student i identifikuar si Jaden Ryan Walls, 18 vjeç, dhe dy të tjerë u ndaluan për të ndihmuar mësuesin e tyre përpara se të mbërrinin ekipet e emergjencës dhe ta çonin atë në spital, tha zyra e sherifit. Walls dhe 4 18-vjeçarët e tjerë të përfshirë u akuzuan gjithashtu për shkelje kriminale të pronës dhe heqje mbeturinash dhe hedhje mbeturinash në pronë private, por gruaja e mësuesit tha për New York Times se familja mbështet plotësisht heqjen e akuzave për të gjithë të përfshirët. Kjo është një tragjedi e tmerrshme dhe familja jonë është e vendosur të parandalojë që të ndodhë një tragjedi e veçantë duke shkatëruar jetën e këtyre studentëve, tha ajo. Kjo do të ishte në kundërshtim me përkushtimin e përjetshëm të Johnson për të investuar në jetën e këtyre fëmijëve. Një zëdhënës i distriktit shkollor të Qarkut, Hell, tha medias lokale se mësuesi do të mbahet mend si një mësues mentor dhe trajner i apasionuar dhe ishte i dashur dhe i respektuar nga studentët dhe kolegët. Antarët e komunitetit kanë ngritur një memorial përpara shkollës ku mësuesi stërviti dhe dha mësim për nxënësit e tij.